Të nderuar qytetarë të Tiranës e gjithë Shqipërisë, zonja dhe zotëri, dhe kështu do të mbesi gjithmonë, zonja dhe zotëri, nuk ka ata dhe ato. Ka burra dhe gra këtu të cilët gjithnjë do drejtohen zonja dhe zotëri, nëna dhe baballar, motra dhe vëllezër, 77 kartona dhe gjinisë shumë fish, gjithëpërfshirëse, të ndërthurur, në gjithë diversitetin e tyre miratuan ligjin e turpit. Ky është ligji i agjendave globaliste, liberale të ekstremit majt. Në Shqipëri, unë deklaroj që është instaluar totalitarizmi. Kryeministri dhe majoranca e sektit të rilindjes ju mirëpret në botën e re të njeriut me shumë gjini, por pa nderin, pa besën, pa moralin, pa besimin dhe lirinë e të parëve tanë. Sekti i rilindjes ju mirëpret në botën e re të marksizmit kulturor, me ligje të reja, me gjuhë të ndryshuar, me pasaporta X dhe tualete neutrale, me drag queenët, që do t'i thonë fëmijëve tanë të vegjël në shkolla se kanë lindur në trupin e gabuar. Ky është turp. Mirë se erdhët në botën e re të sektit të rilindjes ku djemve u thuhet se janë zdromsa, ndërsa burrave u thuhet se janë qyryk. Ky është turp. Mirë se erdhët në botën ku patriarkati, i cili ka një figurë qendrore në qendër, figurën e babait, burrit, bashortit, vëllait, njeriu që udhëheq dhe që drejton, që prodhon dhe siguron, sulmohet hapur nga pseudo pastor të rilindjes, që për fatin e tyre të keq, janë vetë ofruar të shkatrojnë besimin në Zot dhe kulturën tonë kombëtare. Faktet tregojnë që faraoni ka ngritur një statuj të lartë dhe kërkon në nështrim dhe përulje. Por ne në Shqipëri ende mund të gjejmë disa burra dhe disa gra të papërlyer nga e keqja, nga korrupsioni moral, nga korrupsioni shpirtëror, një lloj si Danieli i Biblës, edhe miqtë e tij, të cilët refuzuan t'i përulen statujës faraonit, statujës së pushtetit, statujës së regjimit. Këta burra që sot janë në sheshën Skënderbej, i përulen një autoriteti më të lartë. Ky është autoriteti i Zotit të gjithëpushtetshëm. Është autoriteti i lirisë, është autoriteti i flamurit ton kombëtar, është autoriteti i sovranizmit të dheut ton. Fatkeqësisht, enturazhi i Babilonisë së Madhe të rendit të ri botëror ka ngritur një kull të lartë. Ky është Babeli, i krenarisë njerëzore që refuzon Zotin, nderimin e babës dhe të nënës, konvencionet morale, e thret njeriun të përqafoj anti-njeriun, kundër kulturën, t'i nështrohet frikës, regjimit një kulture të re uokiste, të anulimit të kulturës tradicionale, të fjallës së lirë, pezullimit të lirisë, të arsye, së besimit dhe të lirisë së nërgjegjes. Me një dallim thelbësor nga regjimi shtypës i diktaturës komuniste të 35 viteve më parë, ky regjimi këtyre ditëve nuk të rrëmben vetëm pronën, zotëri, por këta guxojnë të rrëmbejnë fëmijët shqiptarë. Këta guxojnë të rrëmbejnë kulturën, traditën. Çfarë është më tragjikja? U kërkon fëmijëve të ofrojnë, u kërkon prindërve, baballarëve dhe nënave, të ofrojnë fëmijët e tyre mbi altarin e balit. Në gjithë sistemin parauniversitar, nga kopshti deri në shkollën e mesme, këta zotëri të ky ligj synojnë ideologjizimin gjinor në shkolla, që tashmë është i detyruar. Gjua me ndjeshmëri gjinore është kthimi i ligjit agitacion propagandës. Regjimi synon t'i presi gjuhën, t'i kpusi gjuhën çdo babai dhe çdo nëne nëse do të provojnë të flasin në mbrojtje të fëmijëve tyre. Ky është realiteti.
Bara e provës për të deklaruar I pafaj, nga ky moment në këtë ligj, u takon shqiptarëve të cilët do t'i rrëmbehet koha, vullneti, parat në përgjykatat e regjimit. Pse majta ekstreme ka agjend shkatrimin e familjes tradicionale? Cila është arsyeja? Jo pak studiues, sociolog argumentojnë që familja tradicionale, babai dhe nëna, burri dhe gruaja dhe fëmijët e tyre, janë bastioni kryesor I autonomisë morale dhe sociale kundër shtetit totalitar. Kjo është arsyeja pse sulmojnë familjen. Sepse duan familjen të coptuar, të ndarë, pa nder, pa besim, pa liri, nën kufi dhe pranga. Përmes kundër kulturës dhe vokizmit dhe majta ekstreme, kudo në botë dhe në Tiranën tonë, në Shqipëri, synon të zhbëj strukturat e trashëguara që kufizojnë fuqinë e ideologjisë së saj. Familja e vetme ofron modele të qëndrueshme, qëndres përkundrejt ideologjisë dhe transmetimi të kësaj ideologjie me vlerat përkohshme, duke relativizuar gjinin dhe duke zëvendësuar me identitete fluide, me role të tjera sociale. Shteti me rolin e prindit, me rolin e babës dhe të nënës, ta merr fëmijën, duke kontrolluar formatizimin e brezave të rinj. Për më tepër, shkatrimi I familjes krijon individ të fragmentarizuar, më të lehtë për të manipuluar politikisht dhe ekonomikisht. Ja pse kjo është një agjendë politike që në thelb prek njeriu, prek familjen dhe shkatron Shqipërinë. E majta ekstreme, familjen tradicionale shikon si pengesën kryesore, së bashku me komunitetet fetare. Leoni që të falenderoj të gjithë klerikët që janë sot me ne në shesh, pastorët, imamët, priftërinj, njerëzit e besimit që kanë udhëtuar nga qytete ndryshme, ka njerëz që kanë nga Korça, nga Shkodra, nga Berati, që janë sot me ne, sepse janë me familjen, janë me lirin, janë me besimin, janë me të drejtën, janë me të mirën më të lartë. Dhe Zoti është në anën e tyre dhe Zoti është në anën tonë. Natyrisht shoqëria njerëzore ka kaluar përmes momenteve të errta në historinë e saj. Ky është njëri prej tyre, njëri nga momentet më të errta të historisë tonë, ku I gjithë pushteti është në duart e një njeriu të vetëm I cili kujton që është faraoni I shqiptarëve dhe kërkon të shkatërrojë familjen tuaj. Kjo nuk është barazi, por është forma më efikase e inxhinierimit social që synon transformimin e shoqërisë shqiptare nga themeli I saj. Zhdukja e konceptit burr-grua, zëvendësimi me gjini të shumë fishta të përzjera, të ndërthurura. Në vendet e aplikuara ka sjellë pa barazi. Probleme në familje, tranzionor në sport, burra që rrahin gratë në kampionatet e femrave, pasiguri në burgje, burra tranzionor që lënë burgosurat gra shtatzan në burgjet e grave, kostot larta, rreziqe në ushtri, konfuzion në shkollat fëmijëve tanë, abuzime në hapësirat publike dhe eksperimente shëndetësore mbi fëmijët. Ky nuk është një transformim neutral, por një projekt ideologjik të ekstremit të majt komunist që ka pasojë shkatruese për rendin ton shoqëror. Të gjitha këto aktualisht tashmë I keni tek ligji I ashtu quajtur I barazisë në Shqipëri. Me legalizimin e këtij ligji ne humbasim të gjithë, edhe ata të cilët mendojnë që kanë përfitime, edhe ata të mirë, ata të shitur, që votuan këtë ligj. Po shtrathtarët, po shtrathtarët, po shtrathtarët, po shtrathtarët, po shtrathtarët, po shtrathtarët. Më shumë humbet familja, më shumë humbet Shqipëria. Të gjitha këto arsye që ju dëgjuat sot, ne jemi të vendosur ta kundërshtojmë këtë ligj, duke kërkuar referendum popullor. Ne kërkojmë referendum popullor. Referendum, referendum, referendum. Asnjë qeveri, e njëherë, asnjë qeveri cila do qoftë ajo, nuk meriton të gëzojë legjitimitet nëse vepron në kundërshtim me vullnetin e popullit. Qeveria është e popullit dhe për popullin, në të kundërt, çdo gjë tjetër duhet refuzohet.
Në fund, veç Zotit dhe vullnetit të tyre të pastër, shqiptarët nuk kanë asgjë tjetër që mund t'i mbrojë. Veç Zotit dhe vullnetit ton. Ky vullnet duhet përkthehet në unitet. Për kauza si këto, ne nuk jemi të ndarë, ne refuzojmë të qëndrojmë të ndarë. Për kauzën e lirisë, ne refuzojmë të qëndrojmë të ndarë. Për kauzën për të mbrojtur familjen, ne refuzojmë të qëndrojmë të ndarë. Ne jemi të bashkuar dhe me çdo kusht duhet të qëndrojmë të bashkuar përballë regjimit që kërkon të na çbëjë, duke na rrëmbyer lirinë, gjuhën, kulturën, traditën dhe fëmijët. President Begaj, mos dekreto ligjin. 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 Ky është ligj antikombëtar. Edhe ata burra dhe gra, të cilët me shumë përpjekje vendosën të jetojnë në Shqipëri, përkundrejt një shumësie arsyesh për t'u larguar nga Shqipëria si një pjesë e madhe e shqiptarëve. Pas miratimit dhe dekretimit të këtij ligji, mendojnë të largohen nga Shqipëria. Ky është grushti i fundit që kjo klik komuniste liberale i jep Shqipërisë për ta shpopulluar Shqipërinë nga shqiptarët. Ne sot qëndrojmë të bashkuar rreth flamurit ton kombëtar, rreth besimit në Zot, rreth perceptimit të lirisë, për të mbrojtur familjen, fëmijët, traditën, kulturën dhe lirinë tonë, dhe për t'i kujtuar kësaj qeverie që nuk mund mbrojtë çfarë të dojë me shqiptarët. Mbase deri tani shumë çka na është rrëmbyer, por nga ky moment e tutje, ne themi jo. 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 Jemi drejtuar si koalicioni shqiptar pro familjes edhe jetës presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, me një letër zyrtare, ku jemi kërkuar në emër të popullit shqiptar ndihmë që ky projekt ligj të mos kaloj hapat e mëtejshme. Sot ne joni që të drejtojmë zotit Trump nga shegji Skënderbej. Disa parulla këtu sot, disa pankartat vogla i drejtohen Trumpit. Mr. President, people of Albania need your help. Shqipëria do të rrojë dhe për këtë jetojmë ne. Të dashur miq, në fund të kësaj fjale dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë tubim paqësor nga sheshji Skënderbej. Dëshiroj t'ju bëj me dije që koalicioni shqiptar pro familjes së jetës, jurist shqiptar dhe ndërkombëtar në Amerikë dhe në Kanada janë duke punuar për ndryshimin e ligjit të referendumeve dhe për ta çuar gjithashtu këtë ligj komunist në gjykatën kushtetuese të Republikës Shqipërisë për ta hedhur poshtë këtë ligj në gjykatë. Në të njëjtën kohë ne kemi nevojë për ju. Ne kemi nevojë që të qëndrojmë bashkë. Nga sot e tutje, ne duhet jemi bashkë, sepse betejë për mbrojtjen e fëmijëve sapo ka filluar. Betejë për mbrojtjen e familjes, betejë për mbrojtjen e lirisë, betejë për mbrojtjen e atheut, sapo ka filluar në një mënyrë të re. Ne jemi bashkë. Ne jemi bashkë. Ne jemi bashkë.
Ne jemi bashk! Ne jemi bashk! Nga sot ju lutem ndiqni informacione që ne do të komunikojmë nga faqet e koalicionit shqiptar pro familjes edhe jetës për tubimet të tjera që do të kemi në vijim, për aktivitetet të tjera që do të kemi në vijim, dhe qëndrojmë së bashku të bashkuar, dhe jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet të tjera. Ne do vim në Korçë, do vim në Shkodër, do vim në Berat, do vim në Elbasan, do vim në Durrës, kudo ku ka baballar dhe nëna të cilët duan të ruajnë dhe të mbrojnë, çka kanë të shenjtë pas shpirtit, fëmijën dhe familjen. Në fund dëshiroj të falenderoj policinë e shtetit që siguron mbarvajtjen e këtij tubimi paqësor. Falenderoj vëllezërit tanë, punojës policisë shtetit për kujdesin e veçantë që kanë treguar që gjithçka të funksionojë mirë. Në të njëjtën kohë, dëshiroj t'ju them që nuk do të vijojmë me marshimin e planifikuar drejt presidencës. Tubimi do të përfundoj këtu, do të shpërndajmë, do të shkojmë në shtëpitë tona dhe ju ftoj gjithashtu që të qëndrojmë së bashku të bashkuar në unitet pavarësisht gjërave të cilat deri dje i kemi lejuar mes nesh që të na ndajnë. Asgjë nuk do të na ndajë për të mbrojtur Shqipërinë. Nëse akoma nuk keni nënshkruar peticionin që koalicioni shqiptar e ka organizuar, keni tryeza këtu pas, ju ftoj që të vini ta nënshkruani peticionin qytetar, i cili kërkon presidentit Republikës që të mos dekretoj këtë ligj. Zoti ju bekoft, ju dhe familjet tuaja, Zoti ju bekoft Shqipërinë tonë.